ndërsa ka mbetur vetëm edhe një ditë shpresë për një koalicion të mundshëm pas zgjedhor për formimin e qeverisë së re, gjua politike pozit-opozit ka shkuar në kulmin e degradimit. Koalicioni për balotazhin në Vushtrri që kryetari i degës së LDK-s Xhafer Tahiri e lidhi me lëvizjen vetëvendosje ka shpërsuar edhe më tej situatën, por rrjedhoi edhe gjua politike e kreut të LDK-s Lumira Abdigjiku ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti është bërë dukshëm më ashpër, madje sipas Lumira Abdigjikut, ndërsa vite më parë ishte krenari i fotografimi me Albin Kurtin, tani kjo gjë është shëndëruar në turp. Në vitin 2020 u kanë mirë medal me Albin Kurti në fotografi, tashomarre, tha kreu i LDK-s në një debat televiziv. Lidhur me këtë, në një prononcim për gazetën Bota sot, foli analisti politik Zeinullah Jakupi. Sipas tij, Abdigjiku po e portretizon Kurtin si autokrat, përçarës dhe pengesë për bashkëpunim opozitar, çka sinjalizon një pozicionim të qartë konkurrues e jo bashkëpunues. Ky lloj diskursi zakonisht nuk është rastësor, ai ndodh në periudha kur partitë ndjejnë nevojën të dallojnë qartë nga një kundërshtar që dominon skenën politike, si vetëvendosja sot, dhe duan të mobilizojnë elektoratin e tyre tradicional që mund të jetë ndjer i pushtuar nga narrativa e vetëvendosjes, thekson Jakupi. Sa i përket mundësive për bashkëpunim mes LDK-s dhe vetëvendosjes, analisti ka thënë se historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë plagë të hapura mes subjekteve. Ka disa arsye, historia e prishjes së qeverisë Kurti 2020 ka lënë plagë të hapura mes dy subjekteve. Mungesa e besimit është ende e thellë. Kalkulimet elektorale, LDK e di se një afrim me vetëvendosjen e Kurtit të bën të padallueshëm në sytë e votuesve, ndaj kërkon të rikrijojë identitetin e vet politik. Roli i opozitës, Abdigjiku po përpiqet të pozicionojë LDK-n si alternativë të qartë qeverisë aktuale, jo si partner potencial të saj, shpjegoi ai. Sipas tij, për momentin retorika agresive është pjesë e një strategjie elektorale jo domosdoshmërisht shenjë e armiqësisë së pathyeshme. Vitet e fundit ka pasur edhe një fushatë ashpër mediale anti-Kurti. I pyetur nga Bota sot nëse kjo fushatë mund të ketë ndikuar edhe në disa qëndrime opozitare, Jakupi thekson se po, ky është një faktor real. Në Kosovë, një pjesë e mirë e mediave dhe opinionistëve kanë pozicionime të qarta, disa pro, disa kundër vetëvendosjes. Ata që janë kritik ndaj Albin Kurtit shpesh i japin hapësirë më të madhe LDK-s dhe Abdigjikut, duke amplifikuar diskursin e tij opozitar. Kjo krijon një ekosistem komunikimi që nxit më shumë konfrontim se sa bashkëpunim. Nga ana tjetër, edhe mediat më afër vetëvendosjes shpesh reagojnë me ton të fortë, duke thelluar ndasitë, vlerëson Jakupi. Në përfundim ai nënvizon disa pika kyçe të analizës së tij. Diskursi agresiv është më shumë strategjik se emocional. Bashkëpunimi LDK vetëvendosje është politikisht i ngrirë, jo e vdekur përfundimisht. Mediat dhe opinionistët po luajnë rol të dukshëm në polarizimin e narrativës politike. Në thelb, të dyja partitë po përgatiten për një garë elektorale frontale, ku secila dëshiron të jetë boshti kryesor i qendresës politike, përfundoi Jakupi.